Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pllumpi Linçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Gjykata kushtetuese rikthen në detyr Ballukun, pezullon vendimin e GKK-s. Profesor, sot gjykata kushtetuese tha fjalën e saj. Si e shpjegoni ju vendimin e sotëm të gjykatës? Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodheni, e di që gjithë shqiptarët, gati 5 milion që janë jashtë, presin pa durim çfarë po ndodhet në Tiranin. Në Tiranin e 82 vjetëve që u ka vrarë, u ka vjedhur, çfarë s'u ka bërë, e ka 100% planin e sërve e ka zbatuar. Dhe kohën e fundit, si që kemi thënë gjithmonë, këtu janë dy gjëra që kanë ndaluar arrestimet, këto 5-6 muaj. Është Kelepeja dhe gjykata e kushtetues. Këto fytyra që shihni ju këtu. Ne kemi nxjerrë këto, po thuaj një javëresht të dashur bashkëdhetar shqiptar, e dimim çfarë do thoshin, sepse të gjitha këto fytyra që shihni ju janë të zgjedhura nga PD-ja, nga Saliu dhe nga Edi Rama. E nga Iliri që është brenda. Janë të bekuar nga këta. Po kjo, gjykata e kushtetues ndaloi hajduten më të madhe të Bregdetit që ishte ministre jashtme, që çfarë nuk ka bërë, çfarë nuk ka vjedhur, hapur fare, miliona e miliona dollar. Kjo kushtetut nuk e la që të gjykoshe, e mbajti në parlament, për së dyti e emëruan. Dashur shqiptar, unë u kam thënë, dhe u them gjithmonë, këta përfunduan, këta nuk kanë turp, këta përfunduan e do jenë në burg, dhe gjykimin do të bëni ju dashur shqiptar. Do të bëni gjykimin sepse ka erdhur koha e fundit për të treguar realitetin e kombit shqiptar. Ka ardhur koha e fundit që bind patriota të dalën dhe të marrën në dorë shtetin e Shqipërisë, vendin e shqiponjave që ka 82 vjet që gulçon nga shqipfolësit, nga këto fytyra. Pra unë e di një të dashur shqiptar, ky zotnia që është këtu, Ibrahimaj, po thuhet të gjithë këta këtu janë financuar nga Sorrua, nga Sali Berisha dhe nga Edi Rama. Këta menduan se do t'ja hedhë shqiptarëve. Po atë që bën sot, po thuhet ka një javë ca, që mashtrojnë, gënjej shqiptarët, do mlidhemi sot kishim gjyqje, kishim 3-4 të rëndësishme, kurse kjo s'ka qenë e rëndësishme, edhe më në fund thanë, po, neve do të gjykojmë një janar. Të gjithë të fytyra dashur bashkëdhetar, ne kemi dosjet e këtyre. Kjo zonja nuk është më këtu. Këtu është zgjedhur një mashkull të vend kësaj. Unë po i drejtohem gjykatës. Që dënoi, që hoqje pasaport. E para herë në historinë e Shqipërisë, lektu që këtu janë bërë përsër prapti të tëra, gjykata e dënovi, jo e dënovi si me gjyq, është e para burgosur ajo, quhet, është në hetim, jo për $1 milion, e jo për 2, e jo për 100 milion, po për qindra milion dollar që janë vjedhur kombit shqiptar në për rrugët. Liri aksidentet që janë bërë, që janë vrarë, çdo shqiptar vritet nga një në për këto rrugët. Janë bërë qëllimisht me gropa që të likuidojnë shqiptarët. Të gjitha ata që janë vrarë, që i kanë lënë familje me kokë mijan, këta do t'i paguajnë që shihni ju këtu. Këta gjo e lanë për janar,
Dashur shqiptar dhe spaku të më dëgjoj me kujdes tani. Unë kam thënë që kryetari i spakut do përfundoj arrestimet me kryesorët. Dhe kam thënë që ai që u zgjodh dje do marrë fshesën, nuk ka kyçe, po ka vetëm litare për të hequr zvarr. Pra, dashur shqiptar, e treguan fytyrën dhe një herë, këta joja janë baballarët e kombi shqiptar. Këta s'janë kurkush. Këta janë disa hajdut. Ne kemi dosjet e këtyre, kemi fytyrat e këtyre, kemi pasurit e këtyre që nuk do kena asgjë prej gjaje. Spaku, unë i di që është vënë lëvizje që në mëngjes, sepse gjykata, spaku është prekuroria, sidomos byroja kombëtare, dosjet e zëvendës kryeministres i ka. Nuk është vetëm vjedhja, po ka dhe spionazh të dashur shqiptar me Greqinë. Si ajo dhe ministri i mbrojtjes. Këta nuk janë vetëm për vjedhje dashur shqiptar, këta janë që e kanë dëmtuar kombin e Shqipërisë. E bën në atë mënyrë që shqiptarët kanë humbur durimin. Pra, mos e hiq këtë nga fytyra që t'i shohin shqiptarët mirë, cilat fytyra janë, që i kanë bërë këtij kombit, që janë zgjedhur nga dy partitë si motra, si PD-ja e PS-ja, e bën shumë bukur. Unë doja që ta bëni në këtë drejtim, që të tregonin e njëherë fytyrën se janë anti-shqiptar, nuk janë gjyqtar këta. Këta anti-shqiptar. Si që thash Ibrahimaj, jo si rrim, çdo fotografi i qaplon syt. Nga vjedhjet që ka bërë, nga një gjykat, kalonin gjykat, ishte një gjykatën e Kelepes, ande vjen këtu, do me thënë këta janë bashk, por bashk do shkojnë në burg. Edhe jam i bindur dashur shqiptar, se këta nuk do t'i dënoj dot gjyqtarët, po do t'i dënoni ju. Për krimet që i kanë bërë, për vjedhjet që i kanë bërë, për luksin që i kanë fytyrat të pastra, kurse fytyrat e shqiptareve janë plakur, janë pa dhemb, pa veshje, pa ujë e pa bukë. Kurse fytyrat e këtyre janë të qeta, miliona dollar, vila kanë, hotele kanë, yzmeqar kanë që nuk e dinin çdo thoshte yzmeqar. Ta personë kanë arrirë u hapën e derën, hyrën në makina dhe mendonin se këta do ishin baballarët e gjykatës të Shqipërisë. Po jo. Këta do përfundojnë në burg. Unë ka 2-3 ditë që them për këta. Dhe kur them një gjë, këta do marrë rrugën e burgut. Pra, gazetare, ke gjë për të pyetur se unë kam prap punë me këta? Do kërcasin prangat, politika në alarm. Klodian Braho do bëj pastrimin total. Profesor, shikuesit tani kanë muaj që presin një pastrim të politikës nga SPAK. Mendoni se me zotin Braho do përshpejtohet procesi? Shqiptarët e mi, kudo që ndodheni. U kam dalë çdo natë në orën 6. Ka kohë. Kam thënë që SPAK-u dhe byroja kombëtare paguhet dirë nga Amerika. Paguhet nga taksat e Amerikës. Të gjithë ata që janë në Amerikë paguajnë taks për ambasador, paguajnë taks, këtu është bërë speciale. Këtu do bëhet më keq se Bullgaria që u bë para ca ditëve. U arrestuan gjithë. Të dashur shqiptar, gazetarja thot që ky që caktua dije i SPAK-ut, ky ishte vendosur dashur shqiptar para 2 muajve. Që do ishte. Ky kishte ardhur në ambasadë shumë herë. Dhe ky e tregoi veten para Kelepes, para atyre e gjyqtarëve.
që e pyesin s'dinin qartë të pyesin. Ja pra, sa gjyqtarë të fort janë, pyesin gjëra budalleqe. Pyesin gjëra që s'kishte lidhje me gjykatën. Ata duhet ta pyesin të thoshin, për shembull, sa miliona dollar janë bllokuar. Sa njerëz keni futur në burg. Por nuk pyetën se ata e kishin ndaluar. Ata kanë ndaluar burgun, ata kanë ndaluar konfiskimin. Ata. Dhe ai e tregoi bukur dhe e treguan realitetin që s'kishin rrugë dalje, po ishte 7-3. 7 veta thanë po. Dhe zotnia Braha e tregovi realitetin. Hapi çantën, nxori gotër nga çanta, nxori edhe ujit, dhe i tha kelepes në sytë të ambasadorëve që s'ka bërë vaki sa ishin njerëz që po shkonin. Pa pikturpi, ja, këta kanë karakter këta gjyktarë. Sepse votuan atë që i thanë, jo që deshën ata. S'kishë rrugë dalje, sepse rrugë e tyre është drejt burgut. E po tjetë burgu i mirë është mirë, po është burg militar. Burg me zinxhir që të pëjnë rrugët e Shqipërisë. Nxori gotën e u tha që unë jam Amerikan me ide. Unë do të përvloj ju do të arrestoj. Unë dalë në fjallë prap që kam thënë, kokat kryesore i arreston ky që është tani. Kurse i riu, ky merr fshesën e madhe dhe i pastron me gjyqtar, me prokuror, me 10.000 avokat që janë privat, që janë me falso, që kanë vjedhur shqiptarët, që i kanë njëjër shqiptarët, që i kanë shpen nga një gjyq i pari më të katrin, nga të katër ka zbritur poshtë, vetëm me vetëm për të marrë para. Të gjithë do me në burg dashur shqiptarë. Gazetare, a i do t'i pastroj të gjithë, së bashku me ne. Dhe ne, që do shkojmë shumë shpejt, drejt zyrave të reja, kurse ne do t'i japëm prokurorëve një litar të gjatë, që t'i zeri që nga parlamenti, që nga vilat e tyre, e t'i iqen zvarë në sheshi Skënderbeut, të bëjë gjyq popullor me këto fytyra që juve u kanë darë motër e vëlla, babe djalë, nene djalë, u kanë coptuar qëllimisht, e realizuan plan e sërdve, e realizuan plan e grekve, që juve dashur shqiptar. Por, zgjoni nga gjumi. Zgjoni nga gjumi që të mini fatet e Shqipërisë, që të gjykoni juve që të mbahet mbet një histori. Sepse duhet mbaruar para Bullgarisë kjo të dashur shqiptar. Sot duhet ishte qeveri e re. Sot të ishte të lulëzonte Shqipëria. Sot të kishin marrë vilat shqiptarët. Të kishin marrë hotelet shqiptarët. Të kishin marrë parat e bllokuara shqiptarët. Ata që gjoja janë milionerë, mane me shok, të ishe në burg. Bangat e tyre që thot banga e Tiranës, banga e Manes, banga e Sërbëve, pra të dashur shqiptar, ka kaluar mja muaj. E di që jeni të lodhur, e di që i kini syt, ke ne do të realizojmë të dashur bashkëdhetar komplet. Ne do të realizojmë atë që unë kam thënë me Shqipëri me kufi natyrore. Ne do të realizojmë që të mos thonë me është nga Kosova të marri në shtetësinë shqiptare. Të mos jetë me ai trari që është
ndarë me shqiptarët. Të mos dëgjohet se shtot Kurti për matan detit, për matan trarit, e shtot Edi Rama dhe Berisha në Tiranin, që i kanë të ullur autoritetin e shqiptarëve, që u kanë thënë kosovarëve, ju nuk jeni shqiptarë, jeni shtet më vete. Që u kanë thënë Maqedonëve të Aleksandrit tonë, që ju nuk jeni shqiptarë, nuk jeni drejt pashaportizime, e pa parë një histori në shekullin 21. Të thot, a ke pashaportizim? Sot ngrihet nga Tirana shkon Berlin, s'ka nevojë për pashaportizim. Kurse këta kërkojnë pashaportizim, nuk u japin të pasurisë certifikatën, kanë një zyrë, thonë, ajo i ka të gjitha, që ajo s'ka asgjë brenda, ajo ka vetëm mbledh parat, i gënje shqiptar. Pra, gazetare, jo do verë fshesën ky, po ky përfundon tërmetin. Tërmeti ka filluar në Tiranë, Lëkundit ka vajtur 12 ballë, që është tundur e tërë politika si shtot atje, të gjithë do hynë brenda, edhe ai që është me mjekër atje që e quhet Edi Rama, apo Saliu që është në Kruhet, do hynë në burg të dashur shqiptar. Nuk ka rrugë dalje. Rama zyrtarisht viktim e SPAK. Si po kapen fijet për të shpëtuar Ballukun? Profesor, lë vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, duket qartë se zoti Rama i ka shpallur luftë drejtësisë së re. Në këto kushte si mund të zhbllokohet situata? Unë kam thënë shqiptarëve dhe po e përsërit, po bëhet bajat. Të dashur shqiptar, si Edi Rama, si Saliu, të dyja partit motra dhe satelit të tyreve i pat vetë, që thoshin deri dije, ne jemi parti, që thoshin ne kemi shqiptarë me vete, pakuan të sorrua, dhe i mblithë aty dhe Skënderbeu beshin rumbullak, i këte Edi Rama i linte karreket, vinte Lapaj, vinte e tjetri, me radhë, një parti, një person, ata ishën satelit të tyre i pat. A e pat lapën që del të ashim një karrike, pjek misra, e një person, e i bën thirrje shqiptarëve. Ose shqiptarët e din. Shqiptarët janë aq të mençëm sa të lexojnë letrat në xhep. Çfarë ke ti? Shqiptarët e din fare mirë politikën, po shqiptarët i ka zënë për 82 vjet. Pra, telat e këtyre, e sidomos të këtij gjyqtarit këtu, të dashur shqiptar, jam avokat, thot ky zotnia këtu, ju e shihni për ditë. Anti-amerikan. Ai shihni edhe këtë fytyrë. Edhe ky thot jam avokat, del shan Amerikën, i doli koka më në fund, tani thot jam avokati Ilir Metës. Pse Ilir thot e hoqën zvarr, do heqën edhe Edi Ramën, zotni që e kundra Amerikës, edhe Edi Ramën do e zvarr, edhe këtë zonjë do të heqën zvarr, nuk kam më kuvete, nuk keni më shpëtim. Ju si gazetar që dilni, për natë, kjo fytyrë, 4 herë në ditë del në të njëjtin televizor. Shanë Amerikën, pse i kanë arrestuar, thot? Po si kanë arrestuar? Po ty do të arrestojnë. Ku e gjeket e kostum s'ke punuar një ditë? Ku i gjete? Nga e more ti, u bere jurist, avukat, dhe dilni këtu, dhe flisni brot shkullat, dhe i keni bërë shqiptarët, i keni bërë confuse. Pra, u erdhi fundi s'kini ku vini. E në ajër është Amerika e lartë, edhe poshtë. Dashur shqiptar, Amerika është me ju. Pra, gazetare, nuk ka kuvete Edi Rama me, SPAK-u sot është në gatishmëri, do të shihni çfarë do bëj SPAK-u
me rastin e zëvendës kryeministres që gjykata e Kushtetutës e shtyvi për janar, shu e ka zakon se mendohen që dojen këta, e shtyvi për veten e tyre, por aman e shtyvi, po dosja e tyre është bërë shumë e madhe. Dosja e tyre që kanë shkatëruar Shqipërinë këta të gjykatës së Kushtetutës. Janë të njëjtit njerëz që shkojnë nga një gjykatë në një gjykatë. Janë të njëjtit zare që hidhen në kuti e serbi i rregullon dhe i nxjerr në skenë. Janë të njëjtit njerëz që sorrua me sorrollopët, me gjithë serbët së bashku, me gjithë djalin e tij Aleksandr, vjen në Shqipëri edhe bën të si të donte. Po unë kam thënë, dashur shqiptar, nuk do ketë sorrollop në tokën e Shqipërisë. Nuk do ketë grek në tokën e Shqipërisë. Nuk do ketë sërb në tokën e Shqipërisë. Edhe një kosovar që është Tetova, kuto që t'jetë, do marrë një hotel me 5 yje në Bregdet, sepse është vendi i tij, është vendi i shqiptarëve, dhe shqiptarët do të gëzojnë. Jo këta 3% që rrugë e këtyre është një burg shumë i hedhur, po një numër i madh ta do venë në Amerikë. A keni diçka për të shtuar? Unë s'kam gjë për të thënë, vetëm do t'i them shqiptarëve të mi, filin që nuk e përsërit, se e thoni disa që përsërit të njëjta gjëra. Po unë them realitetin. E i madhi dhe i vogël të dashur shqiptar e din. E din ç'a po ndodhet në Tiranin. E din ç'a po ndodhet në Kosovë. E din ç'a po ndodhet në Maqedoni. E din se çfarë lufte ashpër do bëhet në Evropë, po jo në Shqipëri. Të dashur shqiptar, Amerika me një tokë të bekuar, që i ka hapur 2 ertë, ka kohë, po për shqiptarët ka 82 vjetë. Në kohën e regjimit komunist, njerëzit iknin për një jetë të mirë, por iknin për arsye se ishte 2 rrugë. O do vinë në burg, o do të vrisnin, dhe rruga shkonin, kalonin kufin, shkonin në përbot, mendonin një ditë të bardhë të hapshë Shqipëria, 26 vjetë nuk u hap, por që më në 10, ka 35 vjetë të dashur shqiptar, si e thonë një fjale, nga shiu ra në breshër, sepse këta u vodhë, u muar pasurit e prindve e gjyshve tuaj, i dhanë më disa vende i shitën, u dhanë të hajve tokë në Bregdet, $1, pamarësi se thoshin $1 a kemi shitur, pa ta kanë dhenë miliona $, kanë dhenë këtyre, kanë ngritur hotele, kanë ngritur vila, pra ato do t'jenë tuajat. Nuk kam me të dashur shqiptar, Churchill e Stalin si në luftën e dytë botërore, po ka vetëm shqiptarë. Dhe shqiptarët janë për vendet e duhur. Janë aty ku duhet, dashur shqiptarë. Janë aty ku bëhen planet, ku janë bën planet. Janë aty ku do zbatojnë planet dhe i kanë dorë shqiptarët. Ka marrë fund të prerë që Shqipëria do bëhet me kufi natyrore. Pavarësisht se 35 vjetë, me parat tuaja, dashur shqiptar, me tokat tuaja të shqiponjave, me tokat tuaja të luftës që bënde Skënderbeu, të luftës që keni bërë me grekët Labria, të luftës që kanë bërë që në Lezhë dhe deri, si të themun, deri afër Beogradit, që ka luftuar me serbët, me shekuj e me shekuj, sidomos regjimi komunist janë vrarë shumë kosovar, me qindra dhe me mira. Kur i mini shpini në Beograd, nuk gjeni gjë tjetër në tren, në përvagonat e trenit, vetëm kapelat të bardha.
arritën vëllezërit tanë, i shpëtovi Amerika më 99-ën, së bashku krijovi një ushtri që quhet UÇK, që ka luftuar për të shpëtuar vendin e vetë, për të shpëtuar fëmijët, për të shpëtuar shtëpitë e tyre, për të shpëtuar kombin, vendin e stërgjyshve të tyre, që kishin luftuar me shpatë kundra serbit, kundra mbretërisë të serbëve. Por punë e tyre i kukot, sepse qeverit janë bërë në Kosovë, i kanë jo vetëm i ofenduan të UÇK-s, jo vetëm që s'u dhanë pension, jo vetëm që se rregulluan shtëpitë dhe sot më kanë treguar një shtëpi me 2-3 kate, nuk ishte gjë tjetër vetëm vrima mitrolozi të gjithë muret pa dritare që në 99-ën. Ja pra kjo është qeveria e Kurtit, që nuk u jep një pension, që nuk u jep fëmijëve që se kanë babën që është vrarë në luftë, që nuk u jep familjeve që nuk din ku i kanë fëmijët që i kanë sërbët i grabosën të gjallë. I futën të gjallë, si dikur 24, 25, 28, i fusin të gjallë në malet me gropa komunistët patriotët e Shqipërisë, të njëjtët i njavë dhe vëllezërve tanë kosovar. E them kosovar se ngeli fjallë, pa të janë jemi shqiptarë të gjithë njësoj. Le këtë që e bën, që nuk i ndihmuan fare të UÇK-s që luftuan, që mbanin Shqiponjën krenare, le që s'u dhanë gjë, po i urrejnë. E këthyen nga flamuri shqiptar, me një flamur me ngjyra portokale dhe blu, të bardhë, grek e sërb, në tokën edhe një pjesë të vogël, një shenjë të Francës. Vërteta ishte për një periudhë shumë të shkurtër. Por del Kurti dhe thotë unë dua Shqipërinë e madhe. Nuk thotë si ne natyrale. Po si e do Shqipërinë ti? Kur ti e ke bërë postobllokun dhe kërkon pashaportat e shqiptarëve që vinë, dhe tirania kërkon pashaportat e shqiptarëve të trimave të Kosovës. Le atë, po paguan dhe parat. Le atë, po i thotë hape dhe xhamin, të shikoj qa fytyre e. Edhe armiq shekullor nuk e kanë bërë këtë, që kanë bërë tirania dhe partia që është. Unë përsëri i them sot Kurtit, edhe Kurti po të drejtoj drejt e për drejt. Leri parrullat, prallat, mashtrimet, nëse ti, se ne kemi zemrën të madhe, je djalë i ri, je shpresa e kombit, ke periudhë, ke kohë më, ti jesh në qeveri shqiptare, se do bëhet një. Hiqja të flamur, dikush më ka dërguar sot nga Kosova dhe më thot, ne e heqëm flamur, po t'i pilin që duhet të vish. Unë jam gati. Hiqni flamurin, atë orë që hiqni flamurin, ju të parlamentit përsëri do jeni për një kohë të shkurtër sa të bëjnë Shqipërinë me kufi natyrore. Kurti unë të them tani, ngriu që në mëngjes dhe deklaro para kosovarëve. Deklaro gjithë familjet të UÇK-s që janë pa bukë në shtëpi, janë pa shtëpi, që nuk i din ku i kanë fëmijët e tyre të varrosur nga serbët. Jepi ato miliona dollar, jepu pension 2 herë më tepër se një pension i rregull.
jepi kredin që ata e meritojnë, jepi dhe fol hapur në parlament dhe në publik, që ata kanë qenë shpëtimi i luftës të Kosovës, pavarësisht se Amerika e shpëtovi ushtria amerikane. Ashtu si po vuajnë ata 4-5 që janë në Evropë, ata do kthehen shumë shpejt, sepse kanë luftuar. Nëse ata kanë gabime, e meritojnë atë gabim, do të paguajnë. Nëse ata kanë vjedhur, vjedhja i ka kemë të shkurtëra, kthejnë parat, po jo të ullet autoritetin e shqiptarëve që kanë qenë në luftë, që kanë luftuar, kanë vëllezër të vrarë, dhe të tallen në Evropë, tallet Evropa, me shqiptarët, që sërbët vranë Kosovarë, nuk lanë Kosovarë pa vrarë, pa shqyër, i hapën gropa dhe futet gjallë, dhe t'jenë në Burg, në Hagë. Haga, kur të betë qeveri e re, as kemi punë me Hagën. Haga do api llogari për demi që u ka kryer. Armikun në Hagë dushin të ishën sërbët, e jo kosovarët, që ishin në shpinë e tyre, dhe sërbët erdhë brenda, dhe u bë karvani që nga Kosova e deri në Tropoj, nga Tropoja deri në Tiranë e deri në Labëri, që shqiptarët i minin vëllezërit e tyre e futën për shpira. A here, muj Hagë, që ke bërë përse prapti gjerat, të lumt, e ke bërë muj Hagë, sepse nuk ka patru burra në Shqipëri. Nuk ka patru shqiptarë, po janë shqip folës, për 35 vjetë. Aty në Hagë duhet të ishe ata të UTB-s. Duhet të ishe spionët, shqip folësit. Duhet të ishe sërbët që kanë vrarë shqiptarët. Sërbët nuk janë nga Serbia, po janë të erdhur. Le që janë të erdhur, po u vajtën e kosovarëve në shtëpitë e tyre i dogjën, i vranë. Ata duhet të jenë Hagë, e do vi shumë shpejt. Ne do bim një gjyq tamam si gjyq kone i Hitlerit. Ne do të bim gjyqin për evropianët që na kanë coptuar. Për evropianët që ne i kanë marrë parat Floririn. Ne i dim të gjitha. Pra, të dashur të uqekes, u erdhi dita e juaj. U erdhi dita e çlirimit. Bashkoni bashk. Afroni njëri me tjetrin, i lejeni mi janë mërit, kur vi koha, çdo njeri që ka bërë gabim, do të paguaj demin e gabimit. Po e njerë po e përsërit, kur ti sa jenë atë karrike që të lëkundet, po lëkundja është shumë e hidhur. Nëse ti e bën këtë që po them unë, që e thash më përpara, po ta përsërit e njerë, unë e di që ti dëgjon, unë e di që dëgjojnë dhe sërbët, edhe shqip folësit që janë në Kosovë, që janë në përdetyrat, dil, kërko falje uqekes, ata janë vëllezërit tënd, ata janë familja tënde. I jepu pension, jepu të smurve që janë plagosur e sot që si kënë ndihmuar fare, thuaj gabim, karshia tyre, kam bërë gabim, jam i ri, po që sot e tutje, do valoj ky flamuri dhe ky tjesh i bindur kur ti. Këto dy flamurët do t'jenë më tokën e Shqipërisë, Kosovë, Maqedoni, Maltëzi dhe Çamëri. Pra, të dashur shqiptar, e njerë po e përsërit, mendjen e kini në arestimet, do përfundoj. Nuk pyesëm ne, por ne e lam në atë mënyrë që t'i shini cila ishte sot gjoja kishën punë. Kishën 3-4 punë më përpara, pastaj zunë punën e
zëvendës kryeministri. Kishin disa gjëra, janë të lodhur shumë. Janë të lodhur nga pasuria që kanë vjedhur. Ju kanë zënë syt që qishini. Nga pasurit që u kanë vjedhur ju shqiptarëve, vëllezërve, që i kanë vjedhur s'kanë lënë pasuri pa vjedhur. Por erdhi koha pastrimi tyre. Erdhi koha e Shqipërisë me kufi natyror. Të dashur shqiptar, unë të henën u bithirje përsëri gjithë shqiptarëve. Kudo dhe në botë të vinë këtu, në Tiranë, të tregojnë realitetin, se sa e duan kombin dhe Shqipërinë. Sa më parë, të henën do them ditën që në Shqipëri do qelet dita e një dritë e bashkimit të Shqipërisë me kufin natyrore. Dojen nga të katër anët të Shqipërisë. Kur them nga të katër anët të tokës së Shqiponjave, Kosova jonë, Malizi, shqiptarët tanë, trima, princat e parë që ka patur Malizi, Podgorica, Maqedonia jonë e Aleksandrit dhe Qamëria Tokë e Djegur. Unë përsëri të dashur shqiptar, ka filluar Greqia dhe ka ngritur bishtin për pit. Por ne kemi një metodë të themi ullë o politika greke, o do të pritet jo vetëm bishti, po dhe koka. Planet që juve bëni, harrojeni. Çdo ambasadori që u vjen në Greqi, unë u kam thënë ne jemi në Amerikë, ne jemi në Evropë, ne jemi në ajër, ne jemi në tokë. Shqiptarët kanë një kyç, kanë edhe një qelës. Përsëri, unë i drejtohem shtëpisë të bardhë, Danit, i them Dan, ashtu e ka emrin, ambasadorin që ke dërguar të familjes tënde, ke bërë mirë që ke dërguar në Greqi. Po kaq po të them, mos fut hundët në punët e brendshme të Shqipërisë. Planet që bën për naftën, është e Shqipërisë, është lumi i Shqipërisë. I kam edhe fotot të gjitha që qishërur këm kryq. Nuk jam kundra familjes tënde, të ta kam thënë edhe më përpara, kur unë jam bërë republikan, ti s'ke qenë kur republikan. Kur fëmijët e mi janë bërë republikan, fëmijët tëndë se ne njihnin Partinë Republikane, po njihnin Partinë Demokrate të Amerikës. Ke bërë para, edhe do shëgohet si ke bërë parat, por po them, mos ndërhyr në punët e brendshme të Shqipërisë. Ka ardhur koha që të bëj çfarë të duash, ke familje, po vetëm kaq të them ti je presidenti i Amerikës. Nuk je mbret në Amerikë që cakton familjen tënde në armiqtë tonë shekullor. Pavarësisht se ke fëmijë, ke dhe një vajzë, 2 vajza. Djali jot, ajo zonja ka qenë gazetare, ka qenë republikane, është republikane, një fare mirë. Djali juaj ka të drejtat e tija, çdo njeri martohet, bëhet ndarje, divorc, pak na intereson ne. E mori gazetaren, por aman jo, të futesh hundët në punët e brendshme të Shqipërisë. Sepse ka ardhur koha shqiptarët kanë njerëz që e duan Amerikën më shumë se ty, kanë dhënë gjark për atë Amerikën, i kanë dhënë flori e nuk i kanë marrë si ty. Pra, ke kujdes, mos ndryhyn punët e brendshme të Shqipërisë. Shqipëria është e shqiptarëve. Dhe shqiptarët janë me mira, e me mira janë 500.000 në Amerikë. Pra nuk më erdhi mirë për atë,
Pra e njëherë Dan, ti e president, nuk e disa kohë do rish, një zot është, por e njëherë po të them, mos ndërhyr punë familje në punën e tokës së Shqipërisë. Shqipëria, vërtet është ambasada e Amerikës këtu, ajo është në heshtje, është një zonjë e re, po e them, në punët e brendshme të Shqipërisë mos ndërhyr. Sepse ka zot Shqipëria. Shqiptarët kanë luftuar me shekull për këtë tokë dhe kanë 82 vjet para se ti të linqe, janë në të merë, e kanë coptuar Shqipërinë, por nuk është më ajo kohë, sot është koha e bashkimit të Shqipërisë dhe Amerikanët dan, ushtria Amerikane është në tokën e Shqipërisë, plani është për të bërë Shqipërinë me kufi natyrore, nuk ka burrë nëne, po e them hapur Shqip, që të coptoj me Shqipërinë, Shqipëria do bashkohet, shqiptarët në Amerikë janë ata që janë të pasur, do të vinë në Shqipëri, do hapën tregti, po ashtu kanë dhe tregti në Amerikë, se dhe toka e Amerikës është e shqiptarëve, sepse presidenti i parë ka qenë shqiptar, me gjak shqiptari, Bushi po ashtu ka lënë amanete për ta bërë Shqipërinë me kufi natyrore. Pra dashur shqiptar, unë e di që gjua u vete për arestime. Arestime do përfundojnë të dashur shqiptar. Komplet, ka marrë formë të prerë, por këta të gjykatës të kushtetutës të bëhen gati, se dhe këta do t'i drejtojnë burgut për demin që i kanë bërë sot. Pamarësisht, e njërë po i them Spakut, po i drejtojmë drejt për drejt kryetarit Spakut, që nesër dërgo flet arestime për zvenc kryeministrin, sepse thevi urdhin, shkovi përsëri atje. A here, ju e kini të drejt të arestoni urgjent, se ajo nuk është për arestime që s'ka vajt në punë, që ka qenë pushim, po ajo është për miliona dollar që ka vjedhur kombi shqiptar. Dhe mira njerëz që janë vrarë në për rrugët, janë shkaktar qeveria. Sepse i ka bërë rrugët, dhe vend të i shtronte 20 cm, i ka shëtur 1 cm. Vetëm me zift. Gropa, vriten shqiptar, i kanë bërë qëllimisht që të vriten. Rrugë e kombit janë vrarë me qindra njerëz. Në Lezhë vriten çdo ditë që shkojnë në rrugën e Shkodrës. Ajo quhet rruga e vdekjes. Çdo gjë po vritet. Shkaktar të dashur shqiptar janë 2. Gjykata e Kushtetutës dhe KLP-ja. Ajo KLP-ja mori vesh mirë dje, ushtrua, e zgjodhi tamam atë që deshëm, që u bë kryetari i Spakut, pra të dashur shqiptar, natën e mirë, miru pafshim të hënën, të rini të qetë, që arestimet nuk ndalohen. Sot, gjaku zjen më shumë, se zhdushe, u bëta mama joj, që ta shini dhe ju vetë, kush është gjykata e Kushtetutës, dhe që ka bërë për 35 vjetë. Natën e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim të hënën, të rini të qetë, Shqipëria do bëhet me kufi natyror, Kosovë dashur, të rini të qetë, që s'ka rrugë dalje kurti, ka 2 gjë këto ditë, t'i japi fonde UÇK-s, që janë të vrarë, familjeve të tyre, ata që janë të plagosur, shtëpitë e tyre që mi treguan edhe sot, plumba 2 janë të parregulluara, pra mja futet para në përgjepet tuaja, se sa më shumë të vjedhësh, aq më keq do t'jetë dosja juaj. Natën e mirë, dashur shqiptar, e njëherë miru pafshim nesër, natën e mirë.